Është zbardhur vendimi prej 114 faqesh i gjykatës së apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar i datës 13 mars, i firmosur nga gjyqtari Engert Pëllumbi, që trajton çështje hetimore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliajt, bashortes së tij Ajola Xoxa dhe biznesmenit Elman Abule. Në këtë vendim, gjykata evidenton se bashkëpunimi mes 3 personave nën hetim shfaq siparet e një bashkëpunimi të posaçëm, të ngjashëm me atë të një grupi të strukturuar kriminal të parashikuar në nenin 287 fraksionat të kodit penal. Sipas vlerësimit të gjykatës, janë përmbushur disa prej kritereve ligjore që përbëjnë këtë formë bashkëpunimi, përfshirja e më shumë se një personi i pluraliteti, qëllimi për përfitim material nga veprimtaria e dyshuar kriminale, si dhe fakti që kjo veprimtari nuk ka qenë rastësishme apo sporadike, por e organizuar dhe e përsëritur në kohë. Veprimtaria në fjalë lidhet me dyshimet për pastrimin e produkteve të korrupsionit. Megjithatë, gjykata ndër të tjera sqaron se në këtë fazë të hetimeve kjo formë bashkëpunimi nuk mund t'i atribuohet zyrtarisht personave që janë nën hetim, pasi një veprim i tillë do të përbënte shkelje të parimit të mosrendimit të pozitës së të pandehurit i njohur në jurisprudencë si non refermatio in peshus. Për këtë arsye, konstatimi i strukturës së grupit të strukturuar kriminal nuk është marrë parasysh për qëllim të caktimit të masës së sigurimit. Në vijim, gjykata i kalon përgjegjësinë SPAK-ut, e cila ka kërkuar masa hetimore si përgjimet dhe që, nëse do të ketë prova të mjaftueshme, nuk mund të procedojë me rikualifikimin penal të faktit. Në vendim theksohet se SPAK duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur nëse ekziston baza për të ndjekur penalisht këta persona në akuzën e krimit të një grupi të strukturuar kriminal. Ky zhvillim vjen ndërsa hetimet vijojnë ende, nuk ka një akt akuz të formuluar deri në përfundimin e procesit. Veliaj, Xoxa dhe Abule mbeten persona nën hetim dhe gëzojnë statusin e prezumimit të pafajësisë.